Mirë po, ky fenomen që po krijohet për një ushtrie virtuale edhe po krijohet një opinion virtual, se nuk jem ata që flasim katër sy, edhe nëse kem konflikt është shumë ma ndryshe. Nuk po e marë politikën edhe atë gjuhë, se ajo gjuhë po imponohet me qëllim për me u kriju ky polarizim në shoqërinë tonë. Ajo është diçka tjetër që e bën politika. Por kjo ushtria virtuale është e kriju një fenomen tritena, edhe po imponohet shoqërisë tonë si një realitet. Ashtu që thjesht më thonë se ka njerëz të pagum për me i fy disa personalitetet tonë. Pra, edhe ajo nuk është... Njerëz të pagun online. Po mendoj për me shkru komente. Për një ushtri virtuale e cila për e krijon një perceptim krejt tjetër për shoqërinë tonë, nuk janë të rastishëm, janë shumë të sinkronizum edhe të koordinum, edhe po në imponojnë një realitet, me perceptu një realitet tjetër i cili nuk është i tillë këtu. Ne duhet, me thonë në të kuptimin medial, me u eduku, edhe me e kuptu se jo çdo gjë që i shkruhet aty, është ashtu. Po sa shresht